kështu kush don e sulmon shtetin e Kosovës. Prandaj, dhe pse ndodh kjo, për shkak se kemi në krye kësi politikanëve që nuk janë të zëtë të japin kombit drejtim shtetit funksionalitet. Prandaj, si pronar i sovranitetit, ose si bartë i sovranitetit, populli gjithmonë shikon alternativën tjetër. Më thonë, sa herë janë shfaqur situata kur nuk ka funksionuar gjë, kemi pasur lindje të reja. Dhe është interesant me popullin shqiptar në Kosovë. Shqiptarët e Kosovës lëvizje të mëdha i bëjnë pa u mbushur çdo 10 vjet. Dhe marrim shembuj, më thonë, kemi më njerë pas luftës botërore, kemi organizimin e 68-ës, demonstratës së shqiptarëve në 68-shin. Pastaj më vonë, domethënë, universiteti, flamuri, gjua e të tjera. Mirë po, është dukur sikur nuk po funksionojnë shpejt, dhe nga 74 kemi pa u bërë 10 vjet e kemi lëvizjen 81. Nga 81 kemi lëvizjen e 89-ës, domethënë lidhjen demokratike. Dhe kur u duk se edhe LDK-ja po shkon ngadalë doli organizimi UÇK-s. Pra ky popull është i çuditshëm këtu. Mirë po, pse ka zgjatur ka shumë ky tranzicion? Sepse udhëhiqet nga tanët. Dhe tani, në qoftë se ne jemi organizuar çdo 10 vjet për të përshpejtuar proceset të cilat nuk po ndodhin, tashmë, domethënë, kur na kanë udhëhequr njerëzit tanë, ka ndodhur një stagnim, por nuk do të thotë që nuk po organizohet ose nuk ka diçka të re. Këtë periudhën e fundit tash aktuale kur jemi. Mosdalja në zgjedhje dhe mosdalja një shumice absolute në zgjedhje. 2/3 të shqiptarëve të Kosovës s'po marrin pjesë në zgjedhje. Kjo flet shumë dhe kjo përqindja tjetër që po merren pjesë në zgjedhje është një përqindje e popullit me mendësi institucionaliste që nuk do institucionin ta lë pa një drejtues. Sepse e di që anarkia nuk është gjë e mirë, por po të jetë një alternativë, unë besoj që shumë edhe nga këta që kanë votuar nuk do të votojnë dhe nuk do të jenë më përkrahas të këtij establishmenti që është i avt vetëm nga tresa edhe nuk i zgjidh asnjë dert, asnjë problem Kosovës. U marr shembull shpejt e shpejt. Kush do të besonte që në Shqipëri do të pëlqiste një demonstrat kaq masive, kaq e fuqishme, me thirrje kaq të qarta. Do të thënë, ata thirrjen kryesore e kanë establishmenti i vjetër i të dy krave, ose i të gjitha krave, por dy figurat kryesore që sot janë në dy krahat e politikës në Shqipëri të largohen dhe të futen në burg. Do të thonë, Rama në burg, Berisha në burg. Nga doli kjo? Nga populli doli. Prandaj, zëri më i fortë që ka folur në këtë zgjedhje është zëri i atyre të cilët nuk kanë votuar. Ndërsa këto interpretime statistikore të cilat i bëjnë partitë tona, po këto parti që nxjerrin lider të cilët mohten me sondazhe, më thonë bëjnë sondazhe, pastaj marrin vendime politike, a shkojmë sot në zgjedhje, a të bëjmë sot trika që t'i rritim pak, t'i humbim pak, më thonë këta nuk janë lider. Në aksident politik, aksident kombëtar, në fatkeqësi kombëtare. Pse zvotuan gjithaj numër i... Po, me pajtuam deri diku.